Hapat e parë të Baki Baliut në botën e minierave dhe tregtisë së arit u morën në hijen e babait të tij, një minator i thjeshtit trepçës. Gjatë fëmijërisë Bakiu nga Mitrovica shpesh e shikonte babain të kthehej në shtëpi me gur të mbushur, të cilat ishin pasuri të fshehura, krimca arit që kërkonin për punin të mëtejshëm për të shndëruar në pasuri të vërteta. Në një intervistë për mediat kosovare, Bakiu ka treguar rrugëtimin e tij për hapjen e minierave deri në Afrikë. Fillimisht babai im ka qenë minator i trepçës dhe gjithmonë kur ka sjell kësoj gurësh në shtëpi, i kam marrë, i kam kthyer, i kam parë grimcat e arit të cilat i duhet një përpunim më i madh derisa të nxirret ajo pjesë. Dhe atëherë kur kam qenë i vogël i kam parë në televizione shumë emisione për Afrikën për botë të ndryshme. Gjithmonë kam thënë se a mund të bëhem unë kështu, dhe pa u munduar nuk do e lë. Dikur lindi ideja, emigrova në Gjermani në vitet e 90-ta dhe atje ndërkohë e njoftova një partner që merret me këto gjëra, me diamante dhe me ari. Unë edhe kam punuar për të, edhe kam mësuar se si po e bën dhe çdo herë kam bindur veten se kjo është rruga që unë dua dhe pastaj më erdhi ideja të shkoj në Afrikë, tregon Baliu. Për të një nga sfidat më të mëdha që ai ka asur gjatë punës në Afrikë ka qenë përballja me ndryshimet e thella në mentalitetin mes afrikanëve dhe shqiptarëve. Sfidat më të vështira kanë qenë se mentaliteti afrikan dhe ai shqiptar janë dy botë të ndryshme. Mendimi i tyre se si funksionojnë dhe ideja jonë janë dy bota të ndryshme. Dhe për ta gjetur rrugën mes tyre dhe neve, ka qenë mjaft e vështirë dhe në komunikim, dhe në transport e mentalitet. Pra çdo send ka qenë nga fillimi. Pra puna në minier ka pasur shumë sfida të vështira, por nuk kam dashur që të kthehem prapa pasi e kam filluar këtë punë dhe nuk do të ndalem, shpjegon ai më tej. Ndërsa sqaron që se nga mosha 23 vjeçare ka nisur këtë rrugtim. Unë me tregti kam filluar të merrem midis 23 dhe 24 vjeç. Pra në atë kohë ja kam nisur kur kam shkuar në Afrikë në vitin 2004 dhe atje e kam bler një diamant që e kam pasur një sukses që nuk e kam piritur. Por pata fat e bleva një guri nga një minierist e sjella në Gjermani, ku më dha më shumë vullnet dhe thash se po funksionoja, por që ta qenë rrugë herë poshtë herë lart, po nhon ai. Aktualisht Baliu ka 2 miniera të tijat, ndërsa 4 të tjera i menaxhon në partneritet me disa ortak. Unë për momentin tash i kam 2 miniera, 2 i kam të mia ndërsa 4 i kam me ortak, të cilët janë shqiptar, 2 janë të juhuaj, polak, çek. Miniera për të menaxhuar tash për tash është shumë e kollajshme, sepse ne kemi kapërcyer të gjitha sfidat, i kemi mësuar rrugët e dim se çfarë mund të ndodh, i kemi pajisjet që i gje marrin më lehtë. Në minierën e parë kam hapur para pandemisë në vitin 2020, ndërsa minierën e dytë menjëherë në vitin 2021. Pra pas një viti që atë kohë ka pasur blerës më shumë, shpreh ai. Mitrovica si thekson se në minierat e tij në Afrikë punojnë edhe shumë shqiptar, të cilët gëzojnë një pagë deri në 4.500 euro. Punëtorët shqiptar që e menaxhojnë punën e kanë diku rrogën, 4.500 euro plus të gjitha kostot që kanë shpenzime i marrim ne. Kushtet për të jetuar janë të mira, por për të qëndruar janë të vështira, sepse është shumë babe madhe, tregon më tej Baliu. Ai thekson se shqiptarët kanë potencial të jashtëzakonshëm për të arritur sukses dhe për të bërë gjëra të mëdha në botë.